Ka momente në Big Brother Kosova kur heshtja është më e rëndë se britma. Dhe ka momente të tjera kur dikush zgjedh të mos e mbajë më brenda atë që mendon. Shpërthimi i lëndrimit hyn në kategorinë e dytë. Ai nuk rrotullohet rreth fjalëve, nuk i zbukuron akuzat dhe nuk kërkon aprovimin e askujt. Ai i thot troç, ju e keni skenar. Kjo fjali, e thënë përballë Limit, Dolces dhe Albës, nuk është vetëm akuzë. Është prishje e iluzionit. Është përpjekje për të çarë perden mes asaj që shitet si ndjenjë dhe asaj që dyshohet si llogari, morët letrën dhe lapsin, metafora e planifikimit, kur lëndrimi thot se ata morën letrën dhe lapsin dhe bën skenarin. Ai nuk po flet literal. Ai po përdor një metaforë të fortë për të thënë se, sipas tij, gjithçka është menduar më parë. Kush afrohet, kush largohet, kush pret, kush flet, kush hesht. Në këtë lexim, ndjenjat nuk janë spontane, janë të radhitura në kohë. Jo sepse njerëzit nuk ndjejnë, por sepse, sipas akuzës, ndjenja po administrohet. Skenari si akuzë morale, jo thjesht strategjike. Në Big Brother, strategjia është e pritshme. Por skenari, sipas lëndrimit, shkon përtej lojës. Ai e ngre akuzën në nivel moral. Nëse po luani me ndjenja, atëherë po luani me njerëz. Këtu qëndron pesha e fjalëve të tij. Ai nuk po thot jeni të zgjuar në lojë. Ai po thot jeni duke manipuluar realitetin. Çfarë do ndodh? Parashikimi që ngjall dyshim, lëndrimi sugjeron se ngjarjet po ecin sipas një plani të paracaktuar. Se afrimet dhe distancat nuk janë rezultat i momentit, por i një rrugë të menduar. Dhe kur publiku sheh që disa gjëra ndodhin me radhë, dyshimi ushqehet. Në këtë pikë, akuzat e tij rezonojnë me atë që shumë shikues ndjejnë, por nuk e artikulojnë. Ndjesinë se ritmi është tepër i saktë për të qenë krejt rastësor. Dolce, ty Alba do ta lë Limin një javë. Ironia që godet, kjo fjali është ndoshta më therse. Ajo nuk është deklarat faktike, është ironi ashpër. Lëndrimi po tallet me idenë se marrëdhëniet po menaxhohen me afate. Sikur të ishin marrëveshje të përkohshme, me këtë, ai sugjeron se askush nuk po largohet përfundimisht, çdo distancë ka afat dhe çdo afrim ka funksion. Është një kritikë e drejtpërdrejtë ndaj instrumentalizimit të kohës dhe ndjenjës. Limi në qendër të akuzës, në këtë skem të dyshuar, Limi del si boshti rreth të cilit rrotullohet gjithçka. Lëndrimi nuk e akuzon vetëm për paqartësi emocionale, por për pjesëmarrje aktive në një narrativ të ndërtuar. Nëse kjo është e vërtetë apo jo, mbetet për t'u gjykuar. Por perceptimi që krijohet është i qartë. Limi nuk shihet më si i hutuar nga ndjenjat, por si i vetëdijshëm për rolin që luan. Dolce dhe Alba, bashkëpunëtore apo viktima të perceptimit në akuzën e lëndrimit, as Dolce dhe as Alba nuk përjashtohen. Ato shihen si pjesë së njëjtës skem, qoftë me vetdije apo duke e pranuar lojën si të pashmangshme. Kjo është e padrejtë nëse nuk është e vërtetë. Por është gjithashtu pasojë e një klime ku paqartësia ushqen dyshimin. Kur kufit nuk janë të qartë, interpretimet bëhen brutale. Kur loja duket si teatr, Big Brother gjithmonë ka pasur element teatri. Por dallimi mes teatrit dhe jetës reale qëndron te sinqeriteti i ndjenjës. Kur publiku fillon të besojë se edhe ndjenjat janë të shkruara, atëherë loja humbet autenticitetin. Lëndrimi, me shpërthimin e tij, po artikulon pikërisht këtë frikë, se ajo që po shohim nuk është më spontanitet, por regji, reagimi i heshtur, mbrojtje apo pranim, shpesh, pas akuzave të tilla. Ajo që nuk thuhet është po aq e rëndësishme sa ajo që thuhet. Heshtja mund të jetë mbrojtje. Mund të jetë lodhje. Mund të jetë edhe paftësi për të mohuar bindshëm, dhe në një format ku çdo gjë analizohet, heshtja nuk mbetet kurrë neutrale. Publiku si juria e vërtetë, në fund, nuk është lëndrimi ai që vendos nëse ka skenar apo jo. Është publiku. Sepse publiku ndjen kur diçka rrjedh natyrshëm dhe kur diçka duket e orkestruar. Akuzat e lëndrimit nuk janë vendim. Janë sfidë. Sfidë për të treguar se ndjenjat janë reale, jo të menaxhuara. Se marrëdhëniet nuk kanë afat, por ritëm njerëzor. Përfundim, kur fjala skenar bëhet alarm, të akuzosh dik për skenar në Big Brother është si të ndezësh një alarm zjarri. Edhe nëse nuk ka zjarr, askush nuk rri rehat. Sepse skenari është antiteza e asaj që publiku kërkon. Të vërtetën emocionale, lëndrimi, duke u aplasur në sy, nuk kërkon domosdoshmërisht të ketë të drejtë. Ai kërkon të prish komoditetin e një historie që, sipas tij, po luhet më shumë se sa po jetohet, dhe në atë moment, loja ndalon për një çast, sepse të gjithë brenda dhe jashtë shtëpisë fillojnë të pyesin veten. Apo shohim ndjenja? Apo një skenar të shkruar bukur?